Atëherë përshëndetje, suksese si fillim. Deri në këtë momenti si ka ecur Bashkia e Librazhit për sa i përket zgjedhjeve? Unë ju falenderoj që keni marrë rrugën dhe keni ardhur. Besoj që jeni aq të interesuar sa ne. Ecuria e zgjedhjeve ka absolutisht ka ecur normalisht për pjesën tonë. Ndërsa për sa i përket pushtetit, qoftë vendor, qoftë qendror, kanë bërë dhunë psikologjike dhe terror mbi banorët. Por kanë krijuar dhe problematika me anë të institucioneve, si të energjisë elektrike, si të ujësjellësit, ku disa herë është ndërprer energjia elektrike dhe disa herë është prer uji. Pra, këto janë ata që por nuk do ta ndalin dot këtë valë të madhe popullore për të votuar dhe për të bërë ndryshimin. Ata jo vetëm kaq sa thash, por edhe sot që jemi në ditë votimesh, shpërndajnë ndihma, hedhin në çakull, çojnë tubo, çfarë nuk bëjnë, por të jenë të bindur se të marrin përgjigjen e merituar nga qytetarët. Cili është mesazhi juaj drejtuar qytetarëve të Librazhit? Unë qytetarëve të Librazhit u them sot, nuk ka djathtë dhe të majt, por duhet të tregojnë qytetari, civilizim dhe të shkojnë të gjithë të votojnë të qetë në qendrën e votimit, sepse ne kemi marrë çdo mas që pushteti i kriminalizuar mos bëj asnjë hap më, por të dorëzohet ashtu siç ka hije para vullnetit të popullit. Dhe gjithashtu dhe njëherë bëj thirrje që të gjithë ata që s'kan votuar deri në këto momente të shkojnë të votojnë, sepse kështu i shërben qytetit Librazhit, kështu i shërben Shqipërisë dhe më gjerë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe unë shumë nga zemra.